Rrëfimi i dytë i Mirela Rukos për Rin TV. Nga sulmet me veste, ato me salcë dhe si kanë parashikuar të vazhdojnë aksionet. Portret vajzës që rrëfeu në fillim të këtij viti për Zumin, sakrificat mes varfërisë së fshatit deri tek reagimet për të kërkuar të drejtën e saj dhe të gjithë të rinjve si ajo. Historia e lëvizjes studentore që mori formën e një organizate politike. Reportazh në bazën e tyre, pra 21 dhjetorit, ku natën edhe pa energji elektrike lexohen libra me qiri. Një kujtesë në protesta të tjera provokative në botë. Kur ndotja të vjen nga Ministria e Mjedisit, raportimi i një qytetari për tymin që ndot çdo ditë shtëpitë e banorëve pranë institucionit shtetëror për shkak të sistemit të vjetër të ngrohjes. Përshëndetje, u njohim më gjerësisht me lajmet. Studentja Mirela Ruko, e cila një ditë më parë i hodhi salcë ministres së arsimit Lindita Nikolla në rrëfimin e dytë për Rin TV, tregon arsyet që e shtyn në këtë akt. Studentja tregon se edhe lënda e zgjedhur kishte një qëllim, ndërkohë që paralajmëron aksione të reja. Studentja Mirela Ruko, e cila i hodhi salcë të kuqe në kokë ministres të arsimit Lindita Nikolla, pak orë pas i doli nga komisariati, ka dhënë intervistën e dytë ekskluzive për Rin TV. Ajo thotë se akti që kreu ishte një përgjigje gjithë reformave të gabuara të kësaj qeverie dhe nuk ndihet as pak e penduar. Studenti në Shqipëri ka shumë arsye për të protestuar, ndaj ajo që ndodhi ndaj ministresh ishte një akt proteste. Ka qenë komplet rastësore, nuk e kemi ditë që ministra do të jetë aty, por kemi shkuar me mendimin se do e gjenim. Po për të salë? Thjesht për një lëndë që e njollos, por që nuk e dëmton nga ana fizike. Studentja Ruko thotë se ajo dhe të rinj televizjes për universitetin nuk do të ndalen këtu për do të marrin dhe akte të tjera deri në ndryshimin e politikave të arsimit në vend. Madje ajo thekson se aksionet e ardhshme do të kenë synim edhe dorëheqjen e ministres Lindita Nikolla. Lëvizja për universitetin, gjitha deklaratat e saj që ka mbajt publike për media, ka thonë që do vazhdojmë me akte rezistence, në përputhje me veprimet që bëjnë edhe kryetarët ose si thuaç drejtuesit e institucioneve përkatëse. Ata heshtin ndaj zërit tonë, dhe sigurisht do bëjmë pamundur që zëri jonë dëgjohet, deri qoftë edhe të përfundojmë qelive. Lëvizja do i shkojë deri në fund kësaj çështje, duke kërkuar pushimin e saj nga puna. Mirela Ruko nga dje në mbrëmje kur dhe derdhi salcën mbi ministre Nikolla po hetohet në gjendje të lirë dhe mbi të rëndojnë dy akuza, ajo e cënimit të figurave publike dhe rendit publik. Po kush është Mirela Ruko? Vetëm pak muaj më parë në dokumentarin Zoom In në Rin TV ajo rrëfeu në detaje jetën e vështirë dhe varfërinë që i kishte detyruar të braktiste studimet e larta. Madje studentja i drejtohej kryeministrit Rama me fjalët: "Ku e di ti se çfarë është sakrifica", duke u referuar kështu vuajtjeve që kishte pasur ajo në jetë. Po lëviz diçka në universitet, dhe po zgjen një kohësisht. Lëvizja ka nisur edhe do vazhdoj. E kishte paralajmëruar gjithçka muaj më parë në këtë intervistë për dokumentarin Zoom In në Rin TV. Mirela Ruko theksonte që do t'i shkonte deri në fund kauzës që ndiqte si pjesë e lëvizjes studentore dhe kundër mënyrës se si u bë reforma në arsimin e lartë. Ajo vjen nga një familje e varfër në një fshat të Fierit, por varfëria ishte vetëm fillimi i rrugës për të. Me sa lekë në xhep erdhe ti ditën e parë në Tiranë? Ka marrë me 50.000 lekë, domethënë vjetra. Shoqet e mia kanë ndihmuar me ushqime. E them që më kanë ndihmuar me ushqime, ndjem faleminderit. Mirela ka lënë studimet në mes pasi nuk kishte të ardhura ekonomike dhe i duhej të punonte. Për këtë vit akademik nuk kam hyrë në fakultet. Nuk ka asnjë ditë që kam hyrë në leksione. I shihoj vetëm foto fakultetin dhe më ka marrë malli. Sepse jam në punë dhe ndërsa përsjelljen e qeverisë ndaj studentëve ka këtë mendim. Qeveria është e punësuar nga populli për të ndihmuar popullin, jo për ta bërë popullin vuajtje gjithkohës ose mos mendoj për popullin. Kur nuk e bën, është shumë e lehtë, qeveria rrezohet, cila do qoftë. Dokumentari i realizuar disa muaj më parë nga stafi i Zoom In në Rin TV u rimor dje nga të gjitha mediat online, pak minuta pasi Mirela derdhi salcën mbi kokën e ministres së arsimit Lindita Nikolla. Por cila është lëvizja studentore që mori formën e një organizate politike më pas? Ndiqni detaje nga takimet e të rinjve në qendrën e tyre. Fëmijë, po që s'kan ftohtë si ti, janë ministra, vipa, mendimtar zyrtar.
trashëgimtar 7 breza, shërojtar pylli që ngrohen me vatrat e të ndezura si festa. Ky është vetëm një moment nga takimet e lëvizjes studentore. Të rinj që e nisën si lëvizje dhe vijuan në krijimin e një organizate politike, takohen në këtë ambient pranë 21 dhjetorit. Aty lexojnë libra dhe ndajnë mendimet për ngjarjet që ndodhin në vend. Ata preferojnë të quajnë qendra sociale dhe këtu brenda nisi dhe mori jetë lëvizja që nga vezët e studentes Bora Mema e deri te Salsa e Mirela Rukos. Të rinjt kërkojnë të anullohet ligji për arsimin e lartë dhe universitetet të bëhen më miqësore me kategoritë në nevojë. Ndërkohë takimet dhe lëvizja e tyre vazhdon. Pro dhe kundër veprimit të Mirelës, reagimet kanë trazuar rrjetet sociale që prej ditës së djeshme. Ne po ju sjellim disa më kryesoret. Andi Bushati, pro, analist. Ata që kritikojnë vajzën me salcë në dorë i takojnë asaj kategorie që paburëria për t'i thënë ndalë të fortëve i detyron të fshikullojnë viktimat. Klodian Tomori, kundër, gazetar. Akti vandal ndaj ministres së arsimit është përdhosja më e madhe e kauzës për arsimin. Unë jam nga ata që mendoj se Lindita Nikola i ka bërë një dëm të madh Shqipërisë me reformën arsimore. Dhe po ashtu mendoj që ai dëm ka qenë i qëllimshëm për të favorizuar interesa okulte klienteliste. Por, metodat stalinisto-enveriste të protestuarit rrëzojnë çdo kaos, sa do e drejt qoftë ajo. Nisma Thurje, pro, lëvizje. Jetojnë në kodrat e tyre luksoze, hanë e pinë në restorante me 5 yje, diskutojnë miliarda, mëngjese mbrëmje në kurizin ton dhe habiten kur ne kthejmë dorë. Mos u habisni, por mësoni, nuk keni parë asgjë akoma. Sokol Çameti, kundër, gazetar. Jeta është qeflale, t'lagi me salcë kur banaliteti portretizohet si heroizëm. Lolita, pro, website. Këta jetojnë mes luksit dhe nuk e kuptojnë dot çfarë do të thotë të mos kesh lek të mbyllësh ditën, apo të mos kesh lek të paguash shkollën. Fatmir Vesiu, kundër, pedagog. Vlerësoj vetëm format qytetare të protestës. Nuk duhet bërë ajo që nuk do të ta bëjnë ty. Nuk duhet të gëzohesh për atë që do të bënte të ndjehesh e keq po të ndodhte ty. Nuk është status për të imponuar askënd. Është thjesht mendimi im. Nuk më vjen keq nëse dikush mendon ndryshe nga unë. Basil Çollaku, pro, gazetar. Salca si mjet komunikimi nuk i shërben dijes por kujtesës. Kjo kur u bën maturantëve djersën makarona. Ylli Manjani, kundër, ministër drejtësie. Dakordësia ose jo për reformat nuk mund të justifikojë asnjë lloj dhune ndaj përfaqësuesit publik. Nëse s'je dakord, protesto, mos duno. Studentët shqiptarë nuk janë as të parët e as të fundit që bëjnë protesta të tilla. Protesta nga më të veçantat e të çuditshmet ka pasur në mbar botën për çështje të ndryshme. Ne kemi zgjedhur ato më pikantet. Plot 100 milion euro janë shpenzuar për infrastrukturën digjitale të medias në Shqipëri. Kjo deklarat vjen nga Ministrja e Inovacionit Milena Harito gjatë raportimit të saj para deputetëve të Komisionit të Ligjeve. Qeveria shqiptare ka lëshuar dorën në mbështetje të procesit të digitalizimit. Vetëm për 3 vitet e para të qeverisë së majt, janë dhënë plot 100 milion euro për infrastrukturën digjitale. Vetëm për të pas një ide për vlerën e kësaj, pikërisht e kemi pas në fokus në 3 vitet që kanë kaluar, gjithsej, dhe këto janë shifra të nxjerra nga APP-ja, për infrastrukturën digjitale janë shpenzuar nga shteti shqiptar rreth 100 milion euro. Ky fond përfshin edhe një faturë jo të vogël, 21 milion euro kushtuar procesit të digitalizimit të medias, një proces ky që nuk është konkretizuar ende.
Edhe për vitin e ardhshëm në projekt buxhetin e 2017-s është parashikuar mbështetja financiare për këtë proces. Bashkimi Evropian kishte përcaktuar qershorin e 2015-s si afatin final për procesin e digitalizimit, por kjo nuk u arrit në Shqipëri. Duke qenë një nga 5 prioritetet kyçe, qeveria shqiptare duket se ka vendosur të mbështesë financiarisht këtë proces, duke lëvruar miliona euro. Ndërkohë frekuencat digjitale në Shqipëri do të jenë 7, ku 2 do t'i takojnë televizionit publik, ndërsa 5 të tjera do të ndahen tek operatorët privat. Institucioni që në të vërtetë mban emrin Ministria e Mjedisit këtë herë ka marrë përsipër ta ndosë vetë ambientin. Siç duket nga pamjet e mëngjesit të së premtes, një tymnaje e madhe ka mbuluar zonën përreth ish Agjencisë Telegrafike Shqiptare, ku sot ndodhet godina e Ministrisë së Mjedisit. Denoncimi pranë redaksisë INTV ka ardhur nga banorët e zonës, të cilët shprehen se ka disa ditë që tymi i solarit po kthehet në shqetësim për ta. Duket se sistemi i vjetër i ngrohjes në këtë institucion nuk është rinovuar gjatë rikonstruksionit të godinës. Ku mund të ndodhte ndryshe ky fenomen përveç se në Shqipëri? Nuk do të penalizojmë qytetarët që kanë blerë banesa tek ndërtuesit Borxhlin, por këta të fundit. Ky është vendimi i ministrit të drejtësisë Ylli Manjani pas valës së fundit të konfiskimeve nisur nga përmbaruesit. Ministri i drejtësisë Ylli Manjani ka nxjerrë një udhëzim që u ofron siguri qytetarëve që banojnë në pallate që rrezikojnë të konfiskohen nga shërbimi përmbarimor. Në një deklaratë për mediat, Manjani tha se përmbarimi nuk mund të konfiskojë apartamentet me kontratë dhe të banuara. Sipas tij, do të penalizohen ndërtuesit me borxhe, por jo qytetarët. Lëvizja politike e themeluar nga Ben Blushi dhe Mimoza Afizi Libra ka bërë propozimin e parë për t'u ardhur në ndihmë familjeve të varfra. Propozimi për njohjen dhe respektimin e minimumit jetik është bërë në parlament nga deputetja Afizi. Minimumi për llogaritet në 16.000 lekë në muaj dhe forca politike Libra kërkon që ai të njihet për 500.000 të varfër në Shqipëri, të cilët përsekutohen. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, deklaroi sot se arkëtimet për ujin kanë arritur mbi 90% të vlerës totale, ndërkohë që janë kryer 105 ndërhyrje dhe investime. Këtë deklarat Veliaj bëri gjatë inspektimit të rrjetit të ri të ujësjellësit në njësinë numër 9. Historia e mjekut të presidentëve amerikan që nga Bush, Clinton e Obama që vinte rregullisht në Shqipëri për të kuruar falas pacientët në nevojë. Mjeku që shpëtoi pacientët me rastet më të komplikuara, madje edhe në vitin 1997, kur mbeti pothuajse i vetëm në këtë kaos. Barack Obama në ditët e fundit në shtëpinë e bardhë pret shqiptarin 6 vjeçar Aleksi. Takimi pas letrës së voglushit që bëri xhiron e mediave botërore në mbështetje të fëmijës sirian. Mjeku gastroenterolog që i ka shërbyer 3 presidentëve të fundit të Amerikës, Mark Johnston, të gjitha të ardhurat e patentës së tij për trajtimin e sëmundjeve të ezofagut ja ka dhënë Shqipërisë. Ky është një nga mjekët që në 25 vite ka ardhur personalisht në vendin tonë për të ndihmuar mjekësinë shqiptare, ashtu si edhe disa mjekë të tjerë që shërbimet e tyre nuk ja kanë kursyer kurrë Shqipërisë. Ata janë mjek të famshëm amerikan që për 25 vjetësh dhe janë bashkuar një kauze, asaj të dhënies ndihmë për mjekësinë shqiptare. Por gjithashtu, një prej tyre është i njohur si mjeku i ish presidentëve amerikan ndër vite, Bush, Clinton e Obama. Ai është mjeku gastroenterolog, Mark Johnston, që për vite me radhë, përveç se u ka shërbyer presidentëve amerikan, ka kuruar edhe me 10 pacientë shqiptar. Rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata tregon se si këta njerëz, mjek shumë të njohur në SBA, kanë ndihmuar vullnetarisht mjekësinë shqiptare. Do të përmend Mark Johnstonin, ai ka qenë gastroenterologu i presidentëve amerikan, disa presidentëve amerikan. Njëri është kirurg, Paul Smithi. Ne mbledhim rastet më të vështira dhe kemi operuar me ato, janë bërë operacione për herë të parë në Shqipëri. Këta janë nga ata njerëz që kanë ardhur edhe në 97 në Shqipëri, në kohën kur ambasada amerikane të rishte shtetasit e saj për të cilë ndihma si antibiotik e të tjerë. Dikush prej tyre ka lënë djalin e sëmur me sëmundje të rëndë si leukoz për të ardhur në Shqipëri. Unë kam prit në aeroport atë ditë dhe aeroporti ishte me trupa greke që siguronin hyrje dhe dalje në aeroport. Dhe Bill Johnston, që ishte kryetari i kësaj shoqate, ishte shumë i shqetësuar që ndihmat të vinin në qësutë, dhe nga që nuk ishte siguri në vend, megjithëse mund ishte në atë kohë mbi 75 vjeç, ato kutinë ndihmave i mbante në krah vet.
Universiteti i Mjekësisë i ka dhënë këtë vit titullin Honoris Causa mjekut hematolog Alva Vein, ndërkohë që një vit më parë ishte nderuar me të njëjtin titull edhe Mark Johnston. Letra e tij bëri xhiron e botës, por i dhuroi edhe një moment të veçantë kur vizitoi shtëpinë e bardhë. E kemi fjalën për Aleksin, voglushin shqiptar që edhe pse 6 vjeç, i dërgoi letër Barack Obamas për të pritur në shtëpinë e tij fëmijën sirian që kishte parë të gjakosur në një foto. Edhe pse në ike, presidenti amerikan nuk harroi ta takonte atë personalisht. Vogëlushi 6 vjeçar me origjinë shqiptare që maniti botën me letrën e tij drejtuar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka marrë një ftesë nga vetë kreu i shtëpisë së bardhë. Aleksi i kishte kërkuar Obamas nëpërmjet letrës që të merrte në shtëpinë e tij djalin e përgjakur sirian, fotoja e të cilit bëri xhiron e botës në rrjetet sociale. I nderuar presidenti Obama, a e kujtoni djaloshin sirian të cilin e kishte marrë ambulanca? A mund të shkoni ta merrni atë dhe ta sillni në shtëpinë tonë? Ne do t'ju presim me flamu i lule dhe balona. Do t'i ofrojmë atij ngrohtësinë e familjes dhe ai do të jetë vëllai im, shkruante 6 vjeçari. Kaq kam mjaftuar që presidenti Obama ta pres personalisht javën e kaluar në shtëpinë e bardhë shqiptarin bashkë me familjen e tij. Nga arrestimet e 74 akademikëve në Turqi e deri tek shpërthimi i kamionit me naftë në Mozambik, këto janë zhvillimet nga bota për ditën e sotme. 73 akademik janë arrestuar në Stamboll në Universitetin Yildiz Teknik, si pjesë e një goditje të vazhdueshme ndaj administratës pas grushtit të shtetit të dështuar në gusht të këtij viti. Autoritetet lëshuan 103 urdhëra për të dyshuarit në pjesën e fundit të hetimit, bazuar në informatat se akademikët ishin përdorur Bajluk, një aplikacion mesazhesh të shpejta për të komunikuar në fshehtësi. Shpërthimi i një kamioni cistern të mbushur me naftë ka shkaktuar plot 73 viktima në Mozambik. Të paktën 110 persona të tjerë kanë marrë djegje të shkallëve të ndryshme në trup. Ngjarja e rëndë ndodhi në provincën Tete pranë kufirit me Malawin. Gjatë konfliktit armatosur në Kolumbi, i cili zgjati nga viti 1970 deri në 2015, raportohet të jenë zhdukur 60.630 persona. Numri të zhdukurve është pothuajse 2 herë më i lartë se atyre që u zhdukën në diktaturën e Kilit dhe të Argjentinës. Në fillim të tetorit, kolumbianët votuan kundër marrëveshjes së propozuar në një referendum, duke hedhur poshtë procesin e paqes. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit, përcjellim lajmet kryesore në web. Indi Vi Pikal, histori rrënqethse, prindrit e abuzuan kur ishte 12 vjeç, ajo përballet me ta 20 vite më vonë. Lapsi Pikal shfaqen pamjet e arrestimeve të 19 shqiptarëve të ISIS që do sulmonin në ndeshjen Shqipëri-Izrael. Opinion Pikal, dhuna në Kopësht, prokuroria 4 vite burg Anjeza Shabanit. Newsbomb Pikal, samiti diasporës, Rama merr refuzimin e parë nga diaspora e Belgjikës. Nuk mund të jemi kontorno në aktivitetet tuaja. Syri.net, Venecia, shqiptarit i gjendet kokainë me vlerë 100.000 euro fshehur në këmbët e stolave. Nga lajmet e showbizit do të ndiqni, Jennifer Lopez dhe Mark Anthony këmbejnë puthje në skenën e Latin Grammy Awards, ndërsa Justin Bieber me sa duket është një qaraman kronik. Jennifer Lopez i la të gjithë pa fjalë në edicionin e 17 të Latin Grammy Awards. Ajo i befasoi të pranishmit ditën e djeshme, kur jo vetëm performoi me ish bashortin e saj Mark Anthony, por edhe prezantoi një çmim me të. Surpriza më e madhe ishte ajo që ndodhi më pas, kur Jennifer Lopez e puthi në buzë artistin latin. Ajo e përshkroi babain e binjakëve të saj 6 vjeçar si një legjendë të gjallë. Justin Bieber me sa duket ka reflektuar gjatë dhe po i lë pas ato sjelljet e pahishme që e kanë shoqëruar gjatë turit të tij muzikor Purpose. Ai është një ndër artistët që ka fansat më të zjarrt në botë dhe disa pikaloti nuk e ndalojnë atë të këndojnë para tyre. Pikërisht një ngjarje e tillë ashtu si në Poloni ka ndodhur në Frankfurt të Gjermanisë mbrëmjen e kaluar. Pas gjithë atij suksesi dhe një kontrate të nënshkruar me kompaninë Sony, sigurisht që këngëtarja e hitit Bon Bon, Era Strefi, e meritonte një vetur kaq luksoze sa ky Range Rover. Bukuroshja 22 vjeçare postoi këtë foto në Snapchat, duke i quajtur makinën si beben e saj të re. Pas dhuratës që i bëri vetes, tani duhet të na bëj një edhe ne. Presim me padurim albumin e saj. Destinacionet më të preferuara turistike tashmë janë të prekshme për të gjithë, madje duke qëndruar në shtëpi. Nëpërmjet një aparature krijuar nga Google Earth, të gjithë mund të udhëtojnë në vende reale, pa që nevoja të përshkojnë me mijëra kilometra.
Në foton e ditës sot kemi zgjedhur këtë: darka e fundit mes Merkel dhe presidentit në largim Obama në një hotel plot klas dhe elegancë. Rëfimi i dytë i Mirela Rukos për Rin TV, nga sulmet me veste ato me salcë dhe si kanë parashikuar të vazhdojnë aksionet. Portret vajzës që rrëfeu në fillim të këtij viti për Zumin, sakrificat mes varfërisë së fshatit deri tek reagimet për të kërkuar të drejtën e saj dhe të gjithë të rinjve si ajo. Historia e lëvizjes studentore që mori formën e një organizate politike. Reportazh në bazën e tyre, pra 21 dhjetorit, ku natën edhe pa energji elektrike lexohen libra me qiri. Një kujtesë në protesta të tjera provokative në botë. Kur ndotja të vjen nga Ministria e Mjedisit, raportimi i një qytetari për tymin që ndot çdo ditë shtëpitë e banorëve pranë institucionit shtetëror për shkak të sistemit të vjetër të ngrohjes. Sapo keni ndjekur In News me mua Idirin. Për më shumë na vizitoni në intv.al. Bashkë do të shihemi.